Shumë të nderuar pjesëmarrës, kaq të devotshëm për fjalën, njohurinë dhe gjurmimin e identitetit tonë. E nderuara përfaqësuese e Republikës së Kosovës, zonja Shukrije Ramadani, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotëri Hysen Sali Qekaj, e respektuara profesoresh Elena Kusaçi, zëri pamposhtur për guximin interpretues vlerave tona historike, kombëtare dhe përtej saj. I nderuar Atndue Kajtazi, frymëzues për paqen shpirtërore që si dikur rilindasit tanë mbjell dashni dhe krenari shqiptare në zemrat tona. I nderuar profesor Nusret Plana, zëri i shpresës për lirinë e sotme. I nderuar kryetari i shoqatës Sali Qekaj, zotëri Sahim Tahiraj. Shumë të respektuar artistët e muzikës mezzo soprano, zonja Besjana Qani Mehmeti dhe tenori ynë shqiptar, zotëri Shkodran Tolaj. Pianiste e shquar, zonja Ermira Lefort. Përfaqësues të ansamblit Shqiponia, përfaqësues të mediave, një respekt i veçantë për Radio Marinë e Kosovës që është duke e bërë transmetimin drejt për drejt dhe për kamermanin tonë Frok Kolaj, i cili është gjithmonë me ne dhe në manifestimet tona. Të dashura motra të nderit, si dhe përfaqësues nga bota humanitare, politike e kulturore. Mirë se keni ardhur në manifestimin e tretë me radhë gjurmeve të rënjëve tona. Zonja dhe zotëri, Misioni Katolik Shqiptar dhe Shoqata Humanitare Nën Tereza këtu në Zvicër, jemi në vazhdimsi të organizimeve me tema nga më të ndryshmet për të sjellë në rikujtesë dhe në hulumtim ngjarje dhe personalitete që kanë bërë kthesa të mëdha dhe kanë lënë gjurmë të thella në historinë shqiptare. Po ashtu jemi në shërbim të humanizmit, sikur na mësoi nëna jonë shqiptare Nën Tereza dhe siç vepruan misionarët që për të ruajtur gjenezen krijuan lutjen në gjuhën shqipe në Mërgat. Janë 3 parime ekzistenciale për ta ruajtur gjenezen, duke ruajtur trinin e shenjtë armënore, jeta, dhurat nga Krijuesi për të ndriçuar kudo që ndodhemi, familja, rrënja që na lidh me jetën dhe me njëri tjetrin, adheu, vendi ku jeta, familja dhe e ardhmja bëhen një. Ne shqiptarët, identitetin kulturor dhe historik e konfigurojmë në bazë të burimeve të lashta, por duke e shkruar një pjesë të mirë të historisë në rrethana të reja. Këtë po e bëjnë sot edhe shumë gjërmues tanë, ose duke risjell realitetin e mëhershëm, ose përmes zbulimeve krejt më ndryshme të në asaj që na i kanë servuar të tjerët. Këtë e kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë edhe shumë figura të letrave shqipe dhe shumë humanist, si kur e kishim të fundit Shën Nën Terezën. E duke shpalosur historinë, po ndriçohet edhe personaliteti shpirtënor, intelektual dhe kombëtar i Pjetër Bogdanit. Pushtuesit nuk i lanë vend as për eshtra, ndërsa sot po i ngriten monumente për ta korrigjuar edhe vetveten, pasi që pushtuesit atë detyrë kishin të na shkatërrojnë krejt çka mbante ngjallë ekzistencën tonë. Të gjitha këto që po i bëjmë në Mërgat janë pasurim shpirtëror për ne, por janë edhe tjeturit me etnin tonë, gjithandej ka i kemi trojet, ka i kemi frymën, shkrimin dhe zhvillimin tonë, për të qenë në hap me popuj tjerë dhe në rrethana kaq dinamike e shpërthyese. Këtu ku jemi, kemi edhe një përgjegjësi tjetër, sa kombëtare, po edhe aq humane, ta ruajmë gjuhën dhe kulturën tonë si trashëgimi për fëmijët tanë, të jemi të kujdesshëm në integrime, të krijojmë miq e të sjellim vlera para tyre. Le të jenë mësime e njohuri me vërtetësi shkencore ato që i kanë thënë të tjerët më herët e që sot i shpalosni ju. Veprat dhe hulumtimet që po i bëni ju e nderuara Elena Kusaçi kanë zgjuar interesimin ton për t'ju pasur sot këtu, për ta ndarë me Mërgatën mendimin tuaj
me dokumentimin e një realiteti të ri, ashtu si kur po e prezentoni në vepra e në analiza, edhe ne ju shohim si simbol të rezistences sa historike, po aq edhe kulturore. Atë Ndue Kajtazi, ju e keni bërë zymin tokë të paqes dhe dijes, me truporën e kryherojit Skënderbeut, të djetarit kombëtar Atë Shtjefin Gjetçovit, të martirit me 2 varre Atë Luiq Palajt, e këto dit edhe me madhështinë e tij në mbrojtës im Zot Pjetër Bogdanit. Zonja dhe zotëri, duke ju falendëruar edhe një herë për praninë tuaj, po e vijojmë programin me pikat referuese që të kemi një prezantim sa më të dej. Ju faleminderit.